në shkurt 2026 kishte marrë vendim që të ndaj 250.000 euro për tenderin e ri. Vjen tenderi i ri. Ato produkte që kanë qenë, vetëm janë shtu edhe 2 produkte tjera, edhe tek i glukometri nuk është po tashti uankall, po është bo element. Element e dina në Kosovë se kush e ka aparatin element, glukometer element. Cila kompani? Kush e ka? Kompania që Komuna e Pejës ka dashur të japë tenderin. Edhe qesin e hikon uankall e qesin element, glukometrin, edhe shtin 2 produkte, shampon për dur edhe dezinfektues për dyshimi. Të shamponi për dur, nuk dina se çka bojnë, të shamponi për dur ja shkruajnë emrin dezinfektues. Kur aty ka edhe disa dezinfektues tjerë, e lojnë plot dezinfektues për dur. Të shamponi për dur e shkruajnë emrin dezinfektues edhe ja qesin atina shampunit krejt eksipiencat se qa përmban qaj shampun. Krejt eksipiencat qaj përmban një shampun, qaj shampun që e prodhon vetëm një kompani, e qesin atë, në paramos edhe për këta kërkan autorizim, kërkan mostra, kërkan ISO certifikat edhe kërkan CE-jat. Për një shampun të duarve? Për një shampun të duarve. Me këta shampunat të duarve, paramenës në paramos, ka ampulla që janë shumë të rëndësishme, ka material shpenzues, kanila, sistemat infuzionit, qesë urinare, gjithçka, që janë shumë të rëndësishme se shampunat e durve edhe dezinfektuesi për dyshemi, për ato 2 produkte lipin mostra edhe lipin autorizime, e për këto barna tjera s'ka nevojë, bëni çfarë doni. Në përgjithësi, në aktivitetet prokurimit që kanë të bëjnë me pajisje apo me materiale të tilla, sidomos në fushën e mjekësisë, në të shumicën e rasteve ka ankesa nga operatorët ekonomik sa i përket përcaktimit të specifikave teknike. Shumë operatorë ekonomik konsiderojnë që specifikat të cilat vendosen nga autoritetet kontraktuese janë kufizuese për ta dhe rrjedhimisht favorizuese për operatorët e tjerë apo operatorët të caktuar ekonomik. Konsiderojmë që edhe në këtë rast Komunën e Pejës specifikat të cilat kanë qenë të vendosura në këtë aktivitet të prokurimit kanë qenë kufizuese për operatorët ekonomik dhe favorizuese për një operator ekonomik. Fakti që për disa elemente të caktuara precizohet, pra nuk ka intervale sa i përket kërkesave, atëherë kjo padyshim që një aktivitet prokurimit, një kërkesë e bën diskriminuese dhe favorizuese për një operator ekonomik. Në këtë rast, Komuna e Pejës, tek pasi që ka pas kërkesë për rishqyrtim nga ana e operatorëve të ndryshëm ekonomik, i ka lejuar edhe intervalet dhe i ka zbutur kriteret. Pas kërkesës për rishqyrtim, autoriteti kontraktues kishte aprovuar pjesërisht ankesën, duke e ndryshuar vetëm pjesën e trakave për glikemi, duke mos e kërkuar më sipas firmës Element, por duke shtuar se mund të sillen ekuivalente. Por ankesa nuk ishte marrë parasysh edhe për aparatin i cili kërkohej të jetë Element. Ndërsa tek shamponi i duarve dhe dezinfektuesi për dyshemi, është thënë se duhet të sillet i njëjtë apo më i mirë se specifikat e kërkuara. Betimi për drejtësi më 27 prill 2026 kishte dërguar pyetje lidhur me këto specifika te Komuna e Pejës, përkatësisht zyrës së prokurimit. Një ditë më pas, më 28 prill, Komuna e Pejës ka marrë vendim duke aprovuar kërkesën e MedPlus, duke lejuar që edhe tek aparati për glikomi të jetë ekuivalente me Element.